Golfisti Tiger Woods është arrestuar në Florida pasi u përfshi në një aksident të rënd rrugor dhe u akuzua për drejtim mjeti në ndikimin e substancave DUI, ndërsa disa orë më vonë është liruar nga burgu. Sipas policisë, legjenda 50 vjeçare e golfit u gjet në gjendje të rënduar në sedilen e përparme të një makine luksoze Cadillac që e largoi nga ambientet e paraburgimit në qarkun Martin, ku kishte qëndruar rreth 8 orë pas arrestimit. Ngjarja ndodhi në zonën Jupiter Island, ku Woods humbi kontrollin e makinës së tij tip Land Rover, duke u përmbysur gjatë një tentative për të parakaluar me shpejtësi një kamion të madh rreth orës 14. Autoritetet deklaruan se ai ishte në ndikimin e një lloji medikamenti apo substance, çka çoi në arrestimin e menjëhershëm për DUI. Pas procedurave në komisariat, Woods u lirua gjatë mbrëmjes duke tentuar të shmangte mediat, duke dalë nga një derë e pasme, por u vure nga gazetarët.